Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, teksa kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një lëvizje të fundit duke lënë mundësinë e hapjes së një konsullate serbe në Shkodër. Por çfarë pritet të sjellë kjo lëvizje Edi Ramës me Beogradin? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera mjaft të rëndësishme, ne kemi të ftuar analistin zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, si e shikoni lëvizjen e Edi Ramës, ku së bashku me Beogradin kanë vendosur që të hapin një konsullat serbe në Shkodër? Rama tashmë po bën lëvizjet e tij për sa i përket Vučićit për të ardhur në krah. Vučićit duhet të kuptojmë një gjë që Serbia është në zgjedhje në nëndor. Kanë zgjedhjet dhe Vučićit i duhen disa armë për të përdorur për teoritë e nacionalizmit që ai ka. Dhe kjo është ajo pjesa e ka pas në program edhe kur ka pas Ballkanin e hapur. Për të dhënë Shkodrës, për të dhënë prioritet Serbisë në Shkodër, duke ditur mjaft mirë që Shkodra ka pasur mjaft probleme me çështjen e kufive, se njihet si kryeqyteti i Veriut, dhe bën të mundur hapjen e një konsullate në të njëjtën kohë që qeveria shqiptare dhe sidomos vetë Rama nuk ka bërë absolutisht asgjë për Kosovën, për Medvegjë, për Janovc, të cilat janë zona të banuara nga shqiptarët, të cilët po e heqin picirin, themi, vetëm sepse Vučići nuk i regjistron në trojet e tyre, ka një shpopullim masiv, ka atje vërtet duhet të ndihet dora e shtetit shqiptar, gjë që nuk ndodh, dhe Rama pastaj hedh çashkën tjetër për të bërë një konsullat tjetër në Shkodër, dhe këtë e bën pikërisht për arsye sepse ai kërkon të ngrejë dhe një konsullat atje, por konsullatet zakonisht ngrihen në territoria apo në qytete ku ka një pjesë dormuese të popullsisë të atij identitetit që ti mund të ngresh një konsullat. Supozojmë ne kemi një konsullat tonë në Milano, por ajo konsullat është pikërisht për emigrantët tanë, sepse është një numër i madh i emigrantëve dhe është parë domosdoshme për të ngritur një konsullate. Nëse në Shkodër nuk kemi absolutisht, domethënë është nga censusi që është bërë, domethënë nuk di a bëhen 50 vjet as bëhen 50 vjet të deklaruar si serb, që është një numër qesharak, domethënë hapësh një konsullat për 5 vet në Shkodër është qesharake, por kjo është një propavi politik tash për të ardhur në ndihmë atij Vučićit për sa i përket politikës së jashtme të vetë Jugosllavisë, por nuk ka të Serbisë, por nuk kemi absolutisht asnjë lloj gjëje të mire për sa i përket Shqipërisë, përkundrazi e kthejmë luaj me harresën, themi më mirë, me atë çka ka ndodhur në Shkodër, me ato genocid që ka bërë në Shkodër, pavarësisht se Rama gjithmonë u mundua, edhe Dio mundua të thoshte që historia nuk është gjë, domethënë nuk kemi pse merrem me historinë çka ka ndodhur para 2000 vjetësh, para 3000 vjetësh. Të e përdori për bashkitë realisht, por ishte një sinjal edhe për konsullatën. Çka do të thotë që Rama tashmë do të bëjë të gjithë veprimet e tija që ka ndërmend të bëjë dhe i pa ndalur nga asnjë lloj force brenda territorit shqiptar, nuk ka asnjë lloj force që mund ta ndalë Ramën. E vetmja forcë dhe shprehje shqiptar mbetet gjithmonë Amerika, nëse do ndërhyj për të ndalur vrrullin këtij njeriu. Çfarë kërkon të arrijë Serbia me hapjen e kësaj konsullate në Shkodër? Dhe pse politika shqiptare, jo vetëm Edi Rama, por në këtë rast vetë Edi Rama është kaq i nënshtruar përballë Beogradit? Duhet të kuptojmë një gjë, që hapja e konsullatës në Shkodër, mos harroni se ndër historia këtë ka, dhe po harrove histori, pastaj ke harruar gjithçka, do kalosh në gabime një pasnjëshme. Por Shkodra është quajtur kryeqyteti i Ballkanit, dikur. Dhe duke qenë se marrëdhëniet me Kosovën janë tepër të prishta, apo nuk po merren vesh, edhe nuk kemi asnjë lloj bisedimi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe Serbisë, atëherë kemi
një lëvizje diplomatike, themi, edhe politike, po edhe diplomatike të Vučićit, I cili kërkon të hapi një konsulat në Shkodër për të thënë që kemi mundësira komunikimi, qoftë edhe duke I legjitimuar edhe pjesën e sërbë që janë në Kosovë për të marrë shërbime ndoshta edhe në Shqipëri. Është një lëvizje e cila nuk I shkon për shtat, thashë dhe nuk I shkon për shtat Shqipërisë, përkundrazi e kthen e legjitimon totalisht, domethënë themi minoritetin serb në Shqipëri, një minoritet që nuk ekziston, por ngritet një konsullat automatikisht deklaron që ke një minoritet aty, se konsullata kot nuk ngrihet, nuk ka pse hap një zyrë konsullore në një vend ku s'ka askënd. Se është ambasada dhe kaq është e mbyllur për Shqipërinë, është me ambasadën, nuk ka lidhje me konsullatën. Në çdo kusht të bëj një lëvizje, thash, një lëvizje për t'i dhënë atë të drejtën Vučićit nesër nëse do hapi një zyrë konsullore në Medvegjë dhe Bujanovac për ta bërë këtë marrëveshje, mos ta bëj me Kosovën, se këtu është gjithë hija, mos ta bëj marrëveshje me Kosovën për ta hap konsullat në Medvegjë dhe Bujanovac, atëherë çfarë bëm, hap një konsullat në Shkodër, e kupton, dhe e bën një marrëveshje me Shqipërinë, jo me Kosovën. Pra, këtu është për të shmangur Kosovën në marrëveshjen që mund të bëj, në bisedimin që mund të bëj Kosova me Serbinë dhe Kosova me të drejtë mund të kërkojë hapjen në një konsullate atje. Zoti Merkoçi, një nga njerëzit e aferës së Akshit Ermal Beqiri u kap në Francë duke fluturuar mbi central bërthamor në afërsi të këtij centrali dhe me vete janë kapur edhe 2 pajisje përgjimi. Ju si e shikoni këtë rast? A kemi të bëjmë me një rast të spionazhi dhe nga ana tjetër a mundet që Ermal Beqiri të hap thesin për autoritetet franceze duke fundosur në një farë mënyre edhe Edi Ramën? Unë nuk jam shumë partizan I francezëve, të them drejtën, sepse realisht të këqijat për janë na kanë ardhur në kom. Por ndalimi I Ermal Beqirit nuk ka qenë vetëm një herë. Ato pajisje janë kapur, pajisje gjërmimi që janë kapur, por nuk ka qenë vetëm në avion, ka qenë I shoqëruar me dikë tjetër për emrin I cilit nuk dihet dhe nuk dihet se kush është personi tjetër. Pra, autoritetet franceze nuk e kanë bërë të ditur se kush është personi I dytë, se kanë qenë 2 vetë në avion. Përsa I përket spionazhit është shumë edhe e dukshme që kemi të bëjmë me një spionazh të tillë për marrjen e informacioneve të ndryshme, për dërgimin e informacioneve në vende të ndryshme, atje ku ata I dërgojnë. Mos harroni se Ermal Beqiri ka qenë një person I Akshit, ka qenë, tash duhet t'i japim edhe atë vlerën e IT-s, ka pas nivel të lartë të IT-s dhe ka pas të gjithë akseset e Akshit shqiptar. Ajo që u deklarua dhe është deklaruar gjithmonë që është sulmuar Akshi nga iranianët e thehet thash kanë qenë pallavrat e Ramës, jo vetëm për të stimuluar dhe për të kopjuar ato pjesë që do të kopjojë, ato lënë gjurmë ku kopjohen, nesër domethënë të jetë I mbuluar në këtë pikë, por nga ana tjetër ishte edhe çështja e tenderave që bëheshin sa herë që sulmohesh Akshi, atëherë ngrihen tender milionat e parave që fluturonin dhe ikshin dhe zdiheshin se ku. Kam thënë që Rama vet është një person I cili është I lidhur me agjenturat e huaja, por vetëm arsye sepse një nga kompanitë që kanë ndërtuar në Francë, unë kam frikë se ajo ky Beqiri do jetë I lidhur me atë kompani të cilën Rama e ka krijuar në Francë dhe e ka dërguar në Amerikë. Ky është ai thelbi që gjithmonë kam thënë që Rama ka probleme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sigurinë e Amerikës, vetë Amerikës. Dhe kam deklaruar që Rama është I lidhur me kinezët, sepse kompania që ka ngritur në Francë është një kompani kineze, dhe çuditërisht po Beqiri instalohet në Francë dhe në gabimet e tija, besoj,
duke qenë një gabim i tij i cili u ka pastaj nga autoritetet franceze, sepse u ndes sinjali kuq, nuk është puna se u kap thjesht po fluturohet një avion, po u ndes sinjali kuq dhe ishin të detyruar ta kapin Ermal Beqiri. Nuk është se ishte një incident të rruge, ishte një incident i cili flitesh për centralin portamor të Francës, kështu që automatikisht ndizet sinjali kuq dhe në atë moment është arrestuar. Në momentin që është ndaluar tash ka qenë jo vetëm që ka pasur pajisje të dyshimta, të themi me vete, por ka pasur edhe person të dytë i cili nuk është deklaruar se kush ka qenë. Në këtë rast, sa e rrezikon Edi Ramën vetë Ermal Beqiri me informacionin që zotëron, apo në këtë rast eksponent të tillë vështirë se mund të hapin gojën? E para duhet kuptojmë një gjë që sa do jetë në dispozicion do të Franca sa do jetë interesuar për të hapur, themi, kutinë e Pandorës tek Ermal Beqiri, a do jetë interesuar me Macronin, nuk e besoj kurrë. Do me thënë se do këtë pavarësisht se është një gjyqësor apo një prokurori e pavarur, po gjithsesi ndikimi i presidentit patjetër që është, dhe ne dim shumë mirë miqësinë që ka Rama me Macronin, dim shumë mirë ndërhyrje që Rama ka bërë deri tek presidenti Trump për të ndërhyrë në gjykata, jo më te Macronin që e ka thënë si vllajën e vet, por dhe presidenti Trump, nëse kujtohet, ke bërë një pagje të kërkojë që të ndërhyrte në gjykatën speciale të Kosovës për çështjen Thaçi. Kështu që Rama patjetër që është fut në lojë keq, vetëm për ta shpëtuar apo po mos hapur telashe më teshme. Kam dyshimet e mia që Franca rrezik nuk do pranojë as ekstradimin e Ermal Beqirit në Shqipëri. Ndërkohë, sipas informacioneve të fundit, ka një kërkesë të autoriteteve shqiptare, duke pasur parasysh edhe kërkesën e Spakut nga ana tjetër, që Ermal Beqiri të ekstradohet në Shqipëri. Në këtë rast, ju mendoni se Franca do ta mbajë atje për ta zbërthyer sa më shumë, apo do ta ekstradojë në Shqipëri? Jo, Franca nëse do ta mbaj pikërisht për ndërhyrje që do bëjë Rama tek Macroni, për lëvizjet që do bëjnë, për pagesat që kanë, për të gjithë llogaritë bankare që kanë atje. Mos harroni se janë në llogari pafundme bankare që ndodhen në Francë, mos harroni se e gjithë kupola e bankës botërore ndodhet në Francë, çka do të thotë se përshfillet janë qendrën e kanë në Francë, dhe nuk besoj se do të jetë kaq e thjeshtë për ta sjellë Ermal Beqirin në Tiranë. Kështu që do të gjej një modalitet, do të gjej një kleck, të themi, loja avukatëve kjo, për të mos e ekstraduar Ermal Beqirin, sepse do të deklarojnë që i rrezikohet jeta, ka ato. Do gjej një mënyrë për ta ashtu, dhe thash kam bindjen time që Franca nuk do ta pranojë ekstradimin e Ermal Beqirit. Ndërkohë, Ermal Beqiri është cilësuar shpesh si ushtari i Belinda Ballukut, dhe kjo e fundit është thirrur në SPAK, ku janë komunikuar dhe akuzat tjera, por ndërkohë është bërë ditur të zgjidhja e hetimeve. Në këtë rast, a shikoni këtë arrestim të Ermal Beqirit të lidhur me paraqitjen në SPAK të Belinda Ballukut, dhe sa gjasa ka që Belinda Balluku nga ana tjetër t'i shpëtoi SPAK-ut? Janë koincidenca sepse Belinda Balluku ishte e lajmëruar që do shkonte në SPAK për shtyrjen e afateve, dhe janë dhënë akuzat të tjera, por SPAK-un e shoh tepër të fakët, një SPAK i cili nuk po bën asnjë lloj veprimi, pavarësisht nga trumpetat e mëdha të cilat ata bëjnë, pavarësisht nga deklaratat që bëjnë, por realisht nëse do të shohim në 8 vjet sa ka SPAK-u, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj rezultati. Dhe kur flas për rezultat, nuk flas për rezultate të personave të cilët dënohen nga 6 muaj, nga 1 vit me detyrim, paraqitje, shërbim prove, më thash.
Unë gjithmonë Spaku t'i kërkoj atë pjesën e Luanit. Pjesa e Luanit është pasuria. Nuk besoj se keni pa që janë bllokuar pasuri bankare të këtyre të cilat janë kapur qoftë me drogë, janë kapur qoftë me korrupsion, qoftë me ndërtime, me të gjitha akuzat, të gjitha janë bërë me shpërdorim detyre. Nuk ka ndonjë akuzë të mirë fillt dhe çuditërisht Shqipëria nuk e ka atë lloj ligji që duhet ta kishte për sa i përket, sidomos për sa i përket drogës, konfiskimi i të gjithë pasurive. Po, ne nuk e kemi dhe kalojmë tek ajo pjesa e shpërdorimit detyrës. Jo pa qëllime, kemi diskutuar dhe një herë bashkë, unë kam thënë që shpërdorimi detyrës duhet hiqet nga kodi penal fare, sepse nuk kemi shpërdorim detyrë. Të firmosësh një tender 100 miliard, 100 milion, 50 milion, 500 milion euro dhe të thuash pastaj shpërdorim detyre, kjo është absurde, domethënë. Dhe nëse do të shohësh pastaj në opinionin publik, të gjithë politikanët, të gjithë pushtetarët apo qeveritarët janë të korruptuar për opinionin publik. Çuditërisht nuk ta dalin të korruptuar për Spakun. Kur të gjithë e shohin, janë të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë. Dhe pse e them? E them sepse Spaku nëse do vepronte drejt, do vepronte atë që kemi diskutuar vite më parë për sa i përket portit Durrësit, nuk ka asnjë lloj veprimi. Sa dhe vet Alabari i klasi bomba ndor, i klasi aty. Do kalojmë edhe aty, po. Jo, e mora si shembull, jo nga Spaku. Spaku nuk ka hetuar dy anijet cisternë që janë për energji në Vlorë, që u bën kaq vjet që nuk prodhojnë asgjë dhe ne paguajmë para. Pa e marrë si shembull, gjitha këto kanë rënë rrugë, janë shkatruar rrugë, janë bërë veprime të ndryshme, është prishur ekosistemi. Spaku nuk ka marrë absolutisht asnjë. U ndërtua në Butrin, mos e harroni, po e ri përsëris, u ndërtua brenda Butrinit. Nuk kishte ndodhur, edhe pushtuesi më i keq nuk do guxonte ta bënte, Spaku heshti. U prish teatri kombëtar, Spaku heshti, megjithëse ishte me vendim të gjykatës kushtetuese, dhe Spaku heshti. Kështu që nuk shoh se Spaku ka ndonjë premis për të bërë një gjykim të drejtë, të shpejtë dhe të paanshëm. Unë them se Spaku është ndikuar totalisht nga politika, dhe është themi është vunë në shërbim të Ramës, sepse Spaku ka pasur shumë indicje për të hetuar vetë Ramën, qoftë me fluturimet që Rama ka bërë jashtë territorit bashkimit evropian, qoftë me atë i Albeni që ndodhet sot në Rusi, nuk dihet dhe nuk jep absolutisht askush nuk jep hesab se ku është. Domethënë për të gjitha aferat që ndodhin në Shqipëri, Spaku ka ndetur, themi që ka ndetur dur kryq. Nëse ndodh në rrjoll një ndërtim mbi pronat e qytetarëve, dhe Spaku nuk ka marrë asnjë lloj veprimi. Dhe kur them veprime duhet bëhen veprime të shpejta. Se ti mund marrësh veprime, po mos harrojmë tjetrën. Dhe kemi një ngërç tjetër tek Spaku. Kush është? Se Spaku vitin tjetër mbush 9 vjeçarin dhe i mbaron mandati. Çfarë do bëhet me këtë Spaku? Do ta bëjmë me Spaku apo s'do ta bëjë, apo do ta shuajmë fare? Dhe po u shuan këto dosje, ku do shkojnë? Atë që kam ngritur që në fillim si problem. Këto dosje ku do shkojnë? Këto hetime ku do shkojnë? Do mbyllen në kasafort. Pra, ne kemi një Spak për të thënë që kemi Spak. Por realisht nuk kemi një Spak i cili duhet të veprojë drejt. Dhe do ndodhi ajo që ndodhin me Italinë. E kuptoj që sot Italia, avokatët e atij që ka në Itali, i cili ju konfiskua malli, ju sekuestrua malli, se tash konfiskohen, sekuestruan gjëra që kishte aktivitetin e tij, dhe vendimi i gjykatës italiane ishte për ta liruar pikërisht sepse Spaku nuk kishte dërguar absolutisht asnjë lloj dokumentacione apo prove për të vërtetuar që ky merret me drogën apo pastrim parash apo tjera. Pra, veprimet e Spakut për mua janë naive, janë tepër merren me gjëra të cilat janë tepër të vogla, në krahasim me atë çfarë është galopantja e madhe. Spaku nuk ka guxuar për shembull të hetojë Ramën në asnjë lloj mënyre dhe në asnjë formë, megjithëse kanë qenë të gjitha
në tavolinë, nuk ka guxuar ta bëj, megjithëse çështja me Konigal, megjithëse çështja Sinaloas, megjithëse ka pasur shumë e 5 maj që janë direkt për kulla që Rama firmos tek Pallati i Kongreseve. Ka shumë afera të cilat Spaku nuk ka guxuar kurrë. Nëse do kishim një drejtësi reale, unë kam thënë që në fillim nuk ka nevojë të dinë qendrën e Tiranës, shif se çfarë është bërë në qendrën e Tiranës dhe nuk ke nevojë për prova tjera. Por Spaku nuk është marrë. Kanë fluturuar dy kontenierë me drogë para i viti në Durrës edhe nuk foli asnjë. Përkundrazi, prokuroria e Durrësit e mbylli si çështje. Domethënë, kemi shumë për të folur, jo pa qëllim them që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe kjo është mafia, sepse mafia ka drejtësinë, ka pushtetin, ka presidentin, ka parlamentin, dhe Rama i ka të gjithë në dorë, nuk ke çfarë ti thuash. Prandaj them, Rama nuk mund të hiki në këtë lloj forme sot që kërkojnë të ikën. Rama nuk ikën në këtë lloj forme. Dhe Rama është e këtij kombi. Është fatkeqësi që ne na ka rënë dhe ne si popull nuk kemi zot të reagojmë. Zoti Merkoçi, a mendoni se Edi Rama mund të alshojë Belinda Ballukun për ta shtensionuar situatën, apo mendoni se kjo e fundit është aq e fuqishme sa që mund ta tërheqë pas vetes atë? Tash ditën e parë që Belinda ka marrë akuzës, kemi qenë edhe bashkë, më duhet, mos gabofsha. Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun. Dhe Belinda Ballukun nuk jep dorëheqjen. Dhe realisht kjo ndodhi. Belinda nuk ka dhënë dorëheqje pavarësisht se Rama e hoqi bërja të kapërtimin. Por ju e patë shumë mirë që Rama luajti mjaft fuqishëm për të ruajtur Belinda Ballukun dhe vazhdon ta ruajë Belinda Ballukun. Jo pa qëllim them që Spaku nuk kishte mundësi për ta arrestuar Belinda Ballukun. E kishte një mundësi për të arrestuar në momentin kur doli vendimi i gjykatës si Belinda Balluku duhet kalonte i dha pezullimin nga detyra, atë natë Belinda ka një 7 orë në kryeministri, pra në kundërshtim me urdhën e gjykatës, dhe nëse do ishte një Spak tamam do shkonte ta kapte në flagrancë dhe s'kishte nevojë më pastaj as për heqje imuniteti. Një veprim të tillë Spaku nuk e bëri. Dhe filloi loja, pastaj dhe për mua ka qenë gjithë loj marrëveshjesh. Nuk kemi pas absolutisht asnjë lloj loje, themi juridike, por kemi pas thjesht një lojë marrëveshjesh. Ti do bësh këto, do bëj këtë, do ta çojmë në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese do na i kthej, do na thotë ne kemi këtë, ka drejt ky, s'ka drejt ai. E kupton, dhe përfundimi do jetë Belinda Balluku do vazhdoj zvarritjen. Tash dhe vjen momenti kur Spaku t'i marron edhe mandati dhe këtu pastaj kemi të lidhur atë çfarë këta po presin. Të gjithë politika shqiptare pa presin të asnjërit, po presin në ndorin e zgjedhjeve që të bëhen në Amerikë për Kongresin dhe Senatin. Dhe ka presin me padurim, pavarësisht çka deklarojnë, këta presin me padurim humbjen e republikanëve në Amerikë. Zoti Merkoçi, të kalojmë tek një dosje tjetër të cilën ju e keni evidentuar shpesh, siç është ajo e portit Durrësit, ku në një deklaratë fundit Alabari ka nxjerrë në sipërfaqe dhe skandalin e madh, duke thënë që u nxitova dhe bëra gabim që investova në portin e Durrësit. Në këtë rast, ju si e shikoni, a do të jetë kjo një dosje që mund të rrëzojë Edi Ramën? Unë kam thënë që porti i Durrësit do i haj kokën gjithë politikanëve, sepse të gjithë janë aty brenda. Pa përjashtim. Në një mënyrë, në një tjetër. A janë me i dorë, a janë me i gisht, a janë me i krah, këto nuk mund ta them, por të gjithë politikanët janë aty brenda. Dhe ditën që ka bërë rrëshqitjen e Godinës, atë ditën e kam nxjerrë, domethënë me foto me këtë dhe nuk pati ne reagim madh përkundrazi. Në vend të bllokimit të punimeve, u mor vendimi që të vënë ca shtylla të mbahet, të bëhet, e kupton. Dhe Alabari tashmë ka parë që ai ka qenë një grop e zezë, një grop thithse,
e cila sepse ato ndërtime aty nuk mund të bëhen për shumë arsye, dhe një nga arsyet të cilat ta nuk e kanë treguar, unë prap, edhe pse e kam deklaruar prap, brenda në tokën deri te ura e Dalanit aty është me mbetje toksike. Këta nuk e kanë deklaruar, pikërisht prandaj ndodhin ato lloj problemesh. Dhe këta nuk e kanë deklaruar sepse edhe te kalata parë është e njëjta gjë, po edhe deri atje sepse në kohën e diktaturës janë mbetje toksike janë groposur në atë zonë, në atë pozicion. Kështu që Alabari tashmë mund dalë dhe deklarojë çfarë të dojë, por Alabari ashtu siç të gjithë çka kanë ardhur në Shqipëri i kanë besuar Ramës në mënyrë të verbër, kanë kërkuar të jenë ortak me Ramën dhe patjetër edhe ata kanë pasur fitimet e veta, kanë pasur ato pastrimin e parë, se ata e bëjnë pastrimin e parave, nuk është e bëjnë vetëm Shqipëri, nuk është e bëjnë vetëm Rama, atë kuptohemi drejt. Dhe sot jo pa qëllim kam thënë që këto do mbyten me zullumin e tyre, dhe realisht çështja e Alabarit mbytet me zullumin e tyre sepse duhet Spaku po t'ishte e para gjë që duhet bënte hapjen e procedimit penal dhe pezullimin e të gjitha punimeve që janë në portin e Durrësit. Dhe Spaku nuk e ka bërë një veprim të tillë, pra nuk ka pezulluar punimet. Megjithëse Alabari vetë doli dhe deklaroi që ishte një nxitim shumë i madh, prapë Spaku ka heshtur sepse vazhdon punimin, nuk janë ndërprerë punimet. Në të njëjtën kohë që aty duhet të ishte vënë Shiriti dhe të ndërpriteshin të gjithë punimet derisa të sqarojë situata. Gjë e cila nuk u bë dhe pikërisht kjo nuk bëhet vetëm me ndikimin që ka Rama ka shi Spaku. Zoti Merkoçi, në këtë rast, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të veprojnë sa i përket dosjes së portit Durrësit, duke qenë se dhe kreu i dhomës amerikane tregtis pati përplasje me Edi Ramën, duke ja shkruar hapur se çfarë mendonte Amerika në këtë rast dhe se sa i rëndësishëm nga ana strategjike është porti i Durrësit? Ndër vite e kam deklaruar që porti i Durrësit nuk është vetëm se është pjesë e historisë kombit shqiptar, nuk është një port i cili njihet, është nga portet e para, porti i parë në Ballkan patjetër, por një nga portet më të rëndësishme dhe më strategjike. Unë kam thënë që porti i Durrësit në hartën e NATO-s nuk është Porto Romano, por është porti i Durrësit. Dhe edhe pse në hartën e NATO-s është porti i Durrësit, Rama vazhdon akoma dhe kërkon ta shkatrojë, ta bëjë për interesat e lobit të cilit ai përfaqëson. Kështu që Amerika në këtë rast i prishet interesi i saj pikërisht duke pas parasysh që Amerika është komandante, themi, apo drejtuese dhe udhëheqëse e NATO-s. Kështu që patjetër ka një ndikim. Por ajo që është më thelbësorja në Shqipëri, duhet të jemi pak realist, duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. Vërtet Amerika mund të ndërhyjë, mund të bëj veprimet e saj, por Soros në Shqipëri i ka futur kthetat deri në Qiliz dhe këtu nuk ke më se kujt i besosh, këtu janë të gjithë, çdo financim, çdo parti politike, çdo shoqat, tu është i financuar nga Soros, është kapur nga Soros, është me njerëzit e Soros. Dhe Amerika çka ka kërkuar? Amerika ka kërkuar luftë kundër Sorosit. Luftë derisa e nxorri dhe organizatë terroriste. Në samitin e fundit të NATO-s, Trumpi ripërsëriti edhe një herë luftë kundër marksizëm-leninizmit. Pra luftë deri në themel, deri në rrënjë, sepse komunizmi është e keqja më e madhe e njerëzimit. Megjithatë, tash Rama është pjesë e tyre, do luaj lojën e tyre. Dhe Rama po vazhdon të luaj lojën anti-Trump pavarësisht nga deklaratat që Rama bën. Zoti Merkoçi, në një raport fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit vërehet që ka një goditje kundrejt qeverisë shqiptare nisur dhe nga fakti i përmendjes së protestës ku theksohet se vërtet protesta nisi për çështjen mjedisore, por tashmë është një revolt kundër korrupsionit qeveritar. Në këtë rast, a mendoni se ka përpjekje të Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe përmes raporteve, qoftë në mënyrë indirekte në forma të tjera,
për ta goditur hap pas hapi Edi Ramën? Protesta është vërtet raporti që ka sjellë është një nga raportet më të këqija që mund të bënte Departamenti i Shtetit për sa i përket qeverisë shqiptare. Dhe nëse do të lexohet me kujdes, ata e përmendin edhe protestën si një revolt kashi korrupsionit, që populli ngre kashi korrupsionit, por ka një diferencë pastaj ndërmjet asaj që është protesta, se mos harrojmë se protesta është sponsorizuar fillimisht nga europianët, të cilët kërkuan me çdo kusht të krijonin atë betejë ndërmjet Trumpit edhe Europës, pasi konfliktet ndërmjet Trumpit dhe Europës janë të hapura, dhe mos harroni që e gjithë fushata në Amerikë sot që fillon me fjalinë Trumpi, po vjen pronat në Shqipëri. Dhe Rama e futi në këtë lloj kurthi, ai sa detyroi dhe Kushtin që të deklaronte që ishte Rama që na u vet afrua për sa i përket Zvërnecit, Sazanit, dhe nuk ishim ne që kërkuam. Pra, edhe vet Kushtin arriti ta deklaroi, domethënë publikisht ishte Rama ky që e bëri. Dhe mos harroni që Rama pavarësisht thash nga lëvizjet që bën apo deklaratat që bën, është njeriu më anti-amerikan apo më anti të djathtës më mirë republikanëve, Trumpit, si përfaqësuesi republikan Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por protesta po ta veni re, protesta nuk është protesta është kthyer në një protestë festive, fatkeqësisht, ku nuk ka asnjë pikë ekonomike, por janë të gjitha pika politike, dhe protesta që bëhet në bulevard i ngjan protestave të partive politike. E para që nuk japin asnjë lloj kërkese për sa i përket ekonomisë vendit, dhe e dyta janë ajo stili i të bërit natën, protestet të bërit natën, jo ditën. Me të drejtë ata dhe siç e shfrytzuan europianët protestën për ta goditur Trumpin, sepse do shohim në protestë, për shembull në protestë dalin njerëz dhe flasin për Karl Marx, arrin 20 minuta gjysore bën fjalin për Karl Marx. Protestë e cila kërkon që të gjithë politika të zhduket, dhe të vinë, po kush të vinë nuk deklaroj se kush duhet vi, se që zhduket gjithë politika duhet vinë dikush një shtrejk. Kërkojnë revolucion, kanë 65 ditë që bëjnë thirrjen Shqipëria kërkon revolucion, po nuk di se kujt ja kërkojnë këtë revolucion, dhe pse nuk e bëjnë nëse duan ta bëjnë. Po është një protestë e cila nuk ka kokë. Është pa kokë. Pa kokë dhe pa kërkesa. Ka 4 kërkesa, të cilat thash janë kërkesa politike, ka dhe i dëshirë që thonë Rama ik. Në këtë rast sa i përket raporteve mes Edi Ramës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, cili do të jetë fati i kryeministrit shqiptar? Do ketë një goditje nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se Edi Rama ka një sër dosjesh atje deri diku të hapura, dhe duket se deri më tani nuk ka asnjë sinjal që mund vi nga Amerika se Edi Rama vërtet duhet largohet apo duhet goditur në një farë mënyrë, apo janë duke pritur rënien e tij nga pushteti dhe ta shpallin non grata, ashtu siç ndodhi me Berishën. Amerika nuk është se po drejton Shqipërinë. Janë shqiptarë që duhet ta drejtojnë Shqipërinë. Janë shqiptarë të cilët duhet ngrihen dhe ta arrozojnë Ramën me çdo formë dhe çdo mënyrë dhe çdo kusht. Gjë që shqiptarët nuk po e bëjnë. Dhe do vi një moment për interesat e tyre, sepse janë prekur interesat e tyre. Unë nuk kam thënë që Rama po punon për agjenturat e huaja. Mirë po, Amerika ka thash pret, sepse ve barrierat e saja. Nuk është si Shqipëria që nuk ka asnjë lloj filtre, asnjë lloj barriere, Rama mund të bëjë çfarë do. Pavarësisht se kam edhe prapë them, mos harroni se përsëris edhe një herë, dasma e Alex Sorosit nuk ishte dasëm, ishte mbledhja e kabalës e Sorosit, e Roshfide që u mlodhen atje, dhe
Rama në atë mas asaj date, Rama ka marrë forcën e liderit në Europë, si pajësus i tyre në Europë, të gjithë veprimet që bënë. Në samitit për shembull Rama u mundua me ato kargjizligjit e veta, u mundua që të afrohesh te Trumpi apo të rriqte vëmendjen. Gjë që u njerua totalisht nga Trumpi dhe kjo nuk u lexua fare. Ashtu siç nuk u lexua dhe foto familjare, se po ta veni re në foto familjare, Rama nuk ishte me askënd. Po ishte në maj atje rrjedh me cep. Nuk ishte as me Macronin, as me atë motrën e vet që ky thoshte, që thotë motra ime. Domethënë, megjithëse është luajtur të gjithë politikën majtiste sorosiane, programin e ka zbatuar në mënyrë më perfekte në Shqipëri. Shqiptarët s'e kuptojnë akoma. Dhe raporti fundit i Departamentit Shtetit pikërisht këtë lloj gjëje i jep. Këtë lloj sinjali po i jep shqiptarëve prapë, që duhet çoheni për ta rrëzuar, jo për t'ju lutur Ramën, jo t'i thënë Rama jep dorëheqjen, por Rama duhet iki. Formën, mënyrën, duhet ta gjejnë shqiptarët. Nëse nuk do ta gjejnë shqiptarët, atëherë do detyrohet në një moment tjetër, pastaj nuk di se çfarë do të mund ndodhi dhe si do të ndodhi. Po mos harroni se Rama i ka futur kthejtrat qoftë tek Eli, qoftë Amerika është munduar të hapi dyert, të hapi çdo gjë, të shesi çdo gjë në Shqipëri. Vetëm që të qëndrojë pushtet. Sa do ja dali, do të shohim. Por shqiptarët nuk ngrihen dhe revoltohen, bëjnë një revolucion, po revolt të bërë për të rrëzuar Ramën, atëherë ne nuk japim ndihmë as aleatit ton që e quajmë aleatin ton strategjik, nuk kishte një lloj ndihme për të penguar çdo zhvillim të Shqipëri. Zoti Merkoçi, dhe pyetja e fundit, në disa qytete kanë nisur të ketë protesta brenda radhëve të socialistëve, kryesisht të kryetarëve të bashkive apo përfaqësuesve të partive socialiste, duke qenë se kanë dalë kundër reformës territoriale që po inicion vet Edi Rama. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama mund të bjerë nga njerëzit e tij brenda radhëve të Partisë Socialiste? Kam thënë që kemi diskutuar një herë, kam thënë që në momentin kur Partia Demokratike ishte në ato krizat e saj, kam thënë që kur të filloj kriza, po se do jetë më e keqe se sa e PD-s. Dhe kjo po ndodh, por Rama po luan një lojë tjetër, nëse do shohim pak më ndryshe, më gjatë ftohtë. Rama e para kërkon që të heqë memorien e kjo është taksative. Ashtu si që prishi kulturën, si që prishi artin, si që zhduku kinemat në për Tiranë, supozojmë teatrin e njërën tjetër, Rama kërkon të zhduki memorien e Shqipërisë. Pra duke heqë bashki, duke heqë komunat, me heqjen e komunave, supozojmë ndodhi shpopullimi më i madh i vendit. Tash të heqësh edhe bashkitë, qytetet, t'ju heqësh edhe bashkive, do thotë se do ndodhin rishat, do ndodhi një shpopullim akoma më i madh. Mos harroni se ministri e famshëm shkon në Egypt, shkon në Bangladesh me kërku punëtor sot. Jemi realist. Dhe Rama këtë e bën për të bërë një ndoshta sipas gjykimit tim, siç e shoh unë Ramën në lëvizje që bën, ai kërkon që të krijojë një kupol me këta oligarkët, me këta shtresin e pasur të Shqipërisë dhe ta kaloj Partinë Socialiste, ta kaloj si një parti e majt komuniste, dhe tash dhe vetë të dali si një faktor ka bërë çdo lëvizje, ka bërë të kalkuluar. Supozojmë nëse ka vënë kryetarin e Shqiput, ka vënë ato kosovare e cila iku nga Kosova, u shkarkua për lidhje me Boganë, Rama e mori e buri kryetari i Shqiput dhe askush nuk foli. E kupton? Nëse ka marrë një nga Bullgaria, një njeri i cili është korruptuar, i bëre njërin tjetri për agjenturën e më thash nga tjetër, dhe ky ka marrë këshillin e vet. Nëse ky ka izraelitët këshilltarin e vet, do të thotë se ky nuk i ka të vetat, ky i ka në programin e Sorosit për Shqipërinë, për ta shpopulluar dhe për ta mbipopulluar
pastaj me kolon të tjerë të ndryshëm, qoftë edhe të Izraelit, se shifi dhe projekte që Rama ka bërë, qoftë edhe Karvastar, qoftë edhe në Zvërneca, janë projekte të tipit qytet, nuk janë turizëm, janë të tipit qytet. Pra sjellin e kolon me mbushjen e vendit, ose ligjin që bëri për blerjen e toka bujqësore. Janë këtë kompani izraelite të cilët blejnë tokë bujqësore. Pra, ky me një VKM i fali Turqisë 800 sa mijë hektar në Vlorë dhe askush. Domethënë, ky bën çdo lloj veprime dhe pranaj thënë që largimi i Ramës është domosdoshmëri. Mirë po, në këtë çorditë që bën Partia Socialiste tashmë dhe ngrihen kryetarët e bashkive dhe kryetarët e bashkive nuk po ngrihen të argumentojnë atë që duhet. Nuk është politike të ngrisësh testën e partisë, ta djegësh testën. Sepse ajo, për supozojmë, unë jam antar i asaj partie, unë dua ta rregulloj partinë, jo të shmangin partisë. Braktisja është gjithmonë lënë në dorë të lirë pushtuesit. Nëse vjen dikush pushton Shqipërinë, të hikim se erdhi pushtuesi, të hikim tash se s'kemi çfarë bëjmë. Dhe ja lejmë vetë në dorë. Pra, edhe emigrimi që kanë bërë shqiptarët, po ta shohim, emigrimi që kanë bërë shqiptarët në mënyrë masive, çfarë ndodhi? Ama u forcua. Pushteti i tij u bë më solid, më i fortë, pse? Sepse s'kishte njerëz. Por në momentin që ti dhe e lejon atë, Maliqi ka deputetin e saj, se janë deputetë Korçës, ata duhet të bëjnë që deputetët e tyre mos ta votojnë ligjin tundra. Deputeti i Memalie, i Elbasanit apo i Çorrikut, po t'i marrim gjithas i Thirrëve, i Shkodrës, duhet të jenë këta deputet, të cilët antarësia e Partisë Socialiste duhet i kapi përfyti, më mirë themi, më popullor, që duhet i kapi që këta mos ta votojnë, nëse shkon në votim. Këta mos ta votojnë. Pra të detyrojnë deputetët e tyre, përfaqësuesit e tyre, t'i detyrojnë në çdo lloj forme, t'i detyrojnë që këta mos votojnë. Kjo është e mira që ata mund t'i bëjnë vendit. Nështë braktisja, heqja, ikja, grisja, këto janë spektakl, këto nuk janë në absolutisht. Përkundrazi, nëse i braktis, i deputeti, rinë Ramës dhe voton ligjin, nuk ka më vlerë. Ajo, se tjekë, nuk ka më vlerë. Vlerë është të luftë, po që duhet qëndrosh aty, jo t'ikësh. Se po i ke thash, braktisja është dorëzim. Dhe unë një nga rrugët që ata duhet bëjnë qartë, duhet thrasin deputetet e tyre, duhet i kapi përfyti, thash. Shkojnë t'i marrin në përshpia, më t'i heqin mes natës zvarë. T'i heqin, të rreqin, t'i thonë hajde këtu te ne. Pra kjo është forca që tregon populli. Nuk është forca që unë ngrisa kartën e asaj edhe marrova punë. Gjithë përpjekjen e tyre du ta kemë brenda llojit tyre. Dhe këtyre deputetëve duhet t'ju kërkojnë me këmbgulje, me përgjegjësi, jo edhe me përgjegjësi. Pra nëse ti, zotëri, e voton këtë ligj, ti nuk je më deputeti im, unë do të zhduk. Nuk je më i imi. Po jo vetëm nuk je i imi kështu. Po do kesh se një njeri që përdor dhunën, se Rama në këtë rast po përdor dhunë, atëherë dhunës me çfarë do i përgjigjesh? Nuk i përgjigjesh dhunës pa dhunë. Me dhunë do i përgjigj. Gjej mënyrën dhe formën për t'i përgjigj. Dhe një nga format është këtë deputet që mos ta votojnë atë ligj. Ka që thjesht nëse duan. Nëse nuk duan pastaj, po duan të bëjnë spektakle për dalë televizor, kjo është tjetër përse. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.